Këto grimca pluhuri kalojnë çdo barrierë që mund të ketë organizmi dhe futen brenda në organizëm? Këto grimca pluhuri në këtë ambient ku vetëm ndërtohet pa kufi, kalojnë çdo limit të pranueshëm të bashkëtesës së komunitetit me ritmin e zhvillimit dhe shoqëruar këto edhe me ndotës të tjerë, ku përfshim këtu problemet me administrimin e mbetjeve, problematikat e shumta me cilësinë e naftës dhe ndotësit e tjerë, por duhet kemi parasysh që Tirana është një qytet industrial, do thoja, ku fabrika të ndryshme të shumta, të zhvilluara vrullshëm patjetër gjatë këtyre, sepse Tirana nuk është vetëm qyteti, por është një sajt, do thosha, ku pra urbanizimi i ndodhur përballë të gjithë këtyre dimensioneve ka ndikuar patjetër në impaktin e drejt për drejt të këtyre ndotësve në shëndetin e qytetarëve të grupmoshave të ndryshme, që nga foshnjët, të cilët ne identifikojmë një rritje të lartë të numrit të prekurve kryesisht me manifestime alergjike, por jo vetëm, edhe ata të cilët shkojnë deri në bronkospazma apo ndërlikime pulmonare janë të shumtë, por edhe qytetarët e tjerë